Një poetë thot, mos i harroni 3 minuta. Poetë multimiliardere. Edhe unë po i transmetoj fjalët e saj, po i thojmë se cili prej neve kemi mi përjetu qëtu minuta, mos i harrojmë. 3 minuta. Minuti parë qysh isha e hutum mas biznesit, nga isha me marrë një kontrat për një biznes në Washington, kontrat 100 milionëshe, dishka një dhimë në gjyks, shkova të mjeku mu kontrolu, kur shkaj të mjeku, kajtë familja për mas shka bo, në ona smut, mjeku thot, ki kancer mushni. E harrova kontratën. Dvje pa prit pa kujtu, edhe deka pa prit pa kujtu. Mas kancerit, multimiliarder zbritëshin villën tem helikoptera me doktor ma eminent dë botës, parja bët vetën, të i prun loj mjeku, me kontrolu, smundja bëj këtë vetën, me dek për zgjalli, hala të neve thënë me dek për zgjalli, hala të e pa shpirtin, momenti dytë kur ju ka thonë mjeku, familjarëve të me, s'ka me të kur gjënë të. Si e kanë dhënë që të fjallë, uftëfën. Nisën mu bindë se për një mes ka ma kur gjë prej saj. Sa më rrishin të koka, nisën mu rallu vizitën në dhomë, ku e bëjsha dergjën, edhe kur hishin huma të pshelë, se më kishin qitë pampers, fëmija, e vladi, me të këpu damartë, unë smut me dhimë të mija, janë nisën koridor, u rahën fëmija. Dërtesa në londër, jo e jemja, ajo ishte e jemja. Fëmijët e mi nisën mu ra për gjërat e mija, për pasunin tem. Ato për dënja dhe po thotë, o Halil, ka të shumë i dha zërë për këtë dënja, me i fitu, me kriju qëtë pasuni, po shkën të Zoti, thotë, tjertë kanë me gëzu, e qyshe gëzojnë e hargjojnë, ata e din, po unë kam me dhonë logari. Edhe qyshe kam fitu, edhe këta qyshe kanë me hargju. I lumë i zëtë, mu do më kërkan logari. Edhe qyshe ke fitu, edhe që e le pasarës të tu, qyshe kanë me hargju. Allahi në rujt, e për me bon të dashrit e mi, ba mirësi, ba nëse bepi që ti lotit që s'ka kandar tjetër që e matë përveç kandarit Zotit, me nalë, e me këthynë bëseshje.